7 gjëra të cilat nuk duhet i bësh nëse nuk do të gjobitesh. E para, kositja të dielën. Nuk lejohet të përdorësh makinë kositëse të dielën, në të kundërt mund të marrësh një gjop deri në 50.000 euro. Të dielave lejohet vetëm kositja e barit por me dorë. E dyta, ushqyerja e plumbave në park është ndaluar në shumë qytete në Gjermani, për shembull në Stuttgart, nëse ushqeni plumbat, atëherë mund të merrni një gjop prej 35 euro. Nëse kjo përsëritet, atëherë gjoba mund të shkojë deri në 5.000 euro. E treta, keni kujdes në koshën në cilën hidheni ato rinat. Nga maji 2025 në Gjermani lejohet vetëm 1% lotje. Inspektorët do të kontrollojnë saktësisht pjesën e netërinave tuaja. Pas 3 paralajmërimeve, atëherë gjoba arrin deri në 2.500 euro. E katërta, larja e makinës në oborrin e shtëpisë tënde. Në shumë komuna në Gjermani është ndaluar kjo. Nëse bëni gjë të tillë, mund të merrni një gjop prej 500 euro. E pesta, mbarimi i karburantit në autoban. Konsiderohet faji juaj edhe gjobiteni me 70 euro. Nëse shkaktojnë probleme, atëherë pasojat janë akoma më të rënda. E gjashta, ti biesh borijës ku ndizet semafori i shit, si ndodh tek ne rëndon në Shqipëri. Në Gjermani gjobitet me 10 euro për borije. Dhe shtata, kalimi i semaforit me të kuqe. Nëse vi mësorëve kalon semaforit, atëherë prit një gjop prej 5 euro.